Protestat në Shqipëri, fati i qeverisë Rama dhe krijimi i qeverisë Kurti 4 do të jenë me siguri temat kryesore në vendet tona të origjinës, ndërsa në Gjermani do të ketë rritje të pensioneve, rritje të disa rrogave, heqje të Bürgergeld, rritje të çmimeve të karburanteve për fat të keq, ndryshime në mini-job e tjerë e tjerë. Muaji korrekt do të jetë pra një muaj i nxehtë, jo vetëm për nga temperaturat, por edhe ndryshimet me të cilat unë me siguri që do t'ju njoftoj më detajisht, por këtu keni një pasqyrë të ngjarjeve kryesore që priten. E kur jemi tek pushimet, në korrekt fillojnë pushimet në shumë lande të Gjermanisë, që është me siguri një gëzim për fëmijët, por dhe familjarët. Por do të ketë edhe ndryshime të tjera të shumta. Nga një korriku rriten pensionet në Gjermani me 4 presje 24%, kjo mas do të përfshijë rreth 21.5 milion pensionist. Me këtë temë ju kam njoftuar edhe më parë, por nëse keni nevojë, nëse keni dëshirë, mund ta shpjegojmë edhe një herë në një video tjetër. Ajo që me siguri ka nevojë për shpjegim është heqja nga një korriku e Bürgergeld, pra ndihmave sociale dhe zëvendësimi i tij me të ashtu quajturin Grundsicherungsgeld. Kjo do të thotë që rregullat e bashkëpunimit me Job Center do të bëhen më të rrepta. Dhe nëse refuzohen punët apo trajnimet e ofruara pa arsye të forta, ndihmat mund të shkurtohen më shpejt se deri tani. Por këtë do ta shpjegoj në një video të posaçme, sepse besoj që ka nevojë për shpjegime. Nga një korriku do të ketë ndryshime edhe për punonjësit me kohë të pjesshme apo mini-job. Kushdo që më parë ka kërkuar përjashtim nga pagesa e kontributeve të pensionit, tani mund ta kërkojë rikthimin e pagesës në mënyrë që të rrisë pra pensionin në të ardhmen. Por kjo çështja e mini-job duhet të trajtohet enkas, me që të dashur, sepse në propozimet e fundit të Komisionit për Pensione kërkohen ndryshime serioze në mini-job. Nga një korriku do të ketë edhe rritje të pagesave minimale në kujdesin shëndetësor apo flege, siç thuhet në gjermanisht. Pagesat minimale do të rriten për asistentët e thjesht në 16 presje 52 euro në orë, për asistentët e kualifikuar në 17 euro e 80 cent pra për një orë, ndërsa për infermierët e specializuar në 21 euro e 3 cent për një orë pune. Por shpresoj që pagesat të jenë më të larta se sa këtu janë pagesat minimale. Në korrekt do të ketë edhe lajme jo të mira, e një prej tyre është heqja e subvencioneve për karburantet prej 17 cent, që do të thotë se çmimet e karburanteve do të rriten. Por ndoshta mund të ketë edhe ndryshime, sepse kjo varet nga lufta në Iran dhe në rast të përfundimit të luftës, me siguri që mund të shpresojmë uljen e çmimit, sidoqoftë do të shohim. Taksa e aviacionit do të ulet, që do të thotë se do të ulen pakës edhe çmimet e udhëtimeve me avion, por këto ulje do të jenë vërtet të vogla, varësisht nga gjatësia e fluturimit, ato shkojnë deri në rreth 13 euro. Në korrekt do të ketë ndryshime edhe të tjera, natyrisht, të cilat do t'i përcjellim me shumë vëmendje, ndaj mos harroni të abonoheni në kanalet e mia dhe ta shpërndani edhe këtë video, sepse besoj që ka informacione interesante për shumë njerëz që jetojnë në Gjermani, e siç e thash, me siguri që do të ndjekim edhe zhvillimet në Shqipëri e Kosovë, ku në muajin korrik priten ndryshime të rëndësishme. Faleminderit që jeni me mua dhe miropafshim.